qysh mi arrit kerrit fuqin e me asprit shpenzimet. 4 litra 100 kilometra harqetje. Çdo motor kur po dhuhet den shitje me një farë rezerve. Shpesh ndodh që i njëjti motor përdoret për modele ndryshme me fuqi të ndryshme. Motori dirigjohet me trunit që anglisht njihet si ECU, Electronic Control Unit. ECU-ja e ka të regjistruar sasinë e karburantit, kohën e ndezjes, presionin e turbos, raportin ajer-karburant, pozicioni i valvulës mbytëse e tjerë. E tash ka specialista që me kompjuter lidhe me trunin e motorit edhe ja modifikon çdo dhana që i ceka, ku rezulton një djegje më efikase me më shumë kaj fuqi edhe moment rrotullimi. Po shkoj u prish motori e u doh me lan. Ta shtrohet pyetja pse nuk del pej fabrike kaq efikas masi pas ka hapësirë. Sepse ky motor duhet me funksionu këtë botën. Ftoft, nxehtë, lagështia e ajrit, sene vene, bile shpesh kanë arsye ta timorën shtete caktuar ku të njëjti motor ja uli fuqi edhe bëhet për konsumatorin më lirë me siguru edhe me ta timu. Ta timu? Ta timu ta ti ty. Do më thonë përsen edhe konsumatori edhe prodhuesi, për që ata e gjejnë mesin e artë qysh me programu për këtë botën edhe qysh me ofrut njëjti motor në 2-3 mënyra. E specialisti e modifikon trunin e motorit, e ky lloj modifikimi në slengun e maraklive quhet stage niche, që do më thonë shkalla e parë ose faza e parë e tuningut, pa ndru kur pa pjese, veç software, pa hardware. E pse harxhon kerri ma pak nëse ja bojmë stage niche-in? Kjo temë ka një shpjegim edhe pse plot e keq kuptojnë. Motori kur del pej fabrike ose programu